Lehe Ibrahimaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Mirë se erdhe kënaqësimet pas studio. Faleminderit për ftesën. Zoti Ibrahimaj, 6 seancat Kuvendit Kosovës dështuan 3 herë kandidatja e lëvizjes vetëvendosje për kryetar të Kuvendit Albulena Haxhiu nuk morri votat e mjaftueshme. Si të dilet nga kjo situatë? Po, fillimisht ishte 3 seanca për kalimin e verifikimit të mandateve. Ligji ata që edhe kryeministri edhe ministrat që pranojnë me bë betimin paraprakisht ditën që certifikohen duhet me dhënë tërheqje. Një gjë të tillë nuk e bëni kryeministri dhe ministrat që ishin në listë për deputet për 2 herë radhë. Tretën herë e bën dhe kaloi raporti. Në fjalën e tyre thanë që opozita u legën dhe e votuan. Jo, në fakt nuk u legën, po ministrat dhe kryeministri e bën sado formale një tërheqje dhe ata që ishin komision e votuan unanimisht dhe kaloi raporti. Njëjta situatë është tani për zgjedhjen e kryeparlamentarit ose kryeparlamentarës. Është e drejtë legjitime partia fituese me nominu një kandidat, dhe siç e dini në mandatin e kaluar s'ka pas nevojë mushty se kanë pas vota dhe ka kaluar kryeparlamentari që ata kanë menduar. Na nuk thojmë që na takon neve kryeparlamentari, neve apo cilës do parti, po nëse i duhen votat, ata duhet me bisedu, me e siguru votën, me cilën do parti që mendojnë. Kryetari Haradinaj dhe na e kemi dhënë një opsion, si emër kompromisi, kemë përmend 2 krahë të ndershme, me qenë se ata kanë propozuar një grua për kryeparlamentare, Shqipe Selimin dhe Saranda Bukujevës. Shqipe Selimin e kom njohur gjatë luftës fundit të ushtrisë kombëtare të Kosovës, një ndër vajzat më të reja që ka qenë në luftë, baba i saj ka qenë në luftë, bashkëluftari joni, është gruaja e një bashkëluftari që sot gjendet në Hag, Shqipe Selimi, gruaja Recep Selimit, kështu që për emën kompromisi për ne do të ishin këto 2 figura, po edhe nëse bisedohet mund tjetë edhe në emën tjetër, po jo një grua e cila nëse i shihni për 4 vite nuk kalon gjon, po fol për gjithë cilën figurë politike të opozitës. Pse po insiston zoti Ibrahimaj? Pse po insiston në lëvizja vetëvendosje me Albulena Haxhiu? Pse nuk pendron kandidatin? Po bëhet me qëllim që zoti Kurti si ka numra të blej kohë më shumë për numrat e kanë fjalën për qeverinë, apo thjesht lideri i lëvizjes vetëvendosje nuk po don të krijojë institucionet e Kosovës, kuvendin dhe qeverinë, dhe situata të vazhdojë njëjtë. Kemi një seancë sërish të dielën. Po në fakt që nuk janë të interesuar me i bo numrat, shihet që ata nuk kanë provuar me bisedu me kërkan. Në njërën prej seancave muj me gabu, vetë Albulena që ishte kandidate për kryeparlamentare nuk ishte atë ditë prezente me votu veten. Do thotë në 2 seanca, pothuajse në gjithë të cilën seancë ka munguar nga një deputet i lëvizjes vetëvendosje. Sigurisht që ata e dinë që nuk i kanë numrat për qeveri dhe bojnë një test me zgjedhjen e kryeparlamentarit. Në fakt, në momentin që ata bojnë qartë një vot për kryeparlamentarin, llogarisin që kanë edhe për kryeministrin qartë një vota. Unë ndërprej seanca së premtes dhe seanca duhet vazhdoj pas 48 orësh që i bjen të dielën në ora 10. A mund të përsëritet një skenari njëjtë? Për shembull, lëvizja vetëvendosje të vi sërish kuvend, të shkoni edhe ju si AKY dhe parti tjera, të propozohet sërish emri Albulena Haxhiut, ti marr 57 vota dhe kështu pafundësisht të vazhdoj kjo situatë. Ashtu po duket se ata nuk janë të interesuar me dalë prej krize, me vetë faktin që nuk provojnë me bisedu me cilën do prej partive. 2 herë ka thirrë Ani Dehari partit për konsulta, që në fakt nuk e ka atë rol me thirrë për konsulta. Megjithatë opozita ka shkuar në konsulta dhe nuk ka pas asnjë lëvizje për pozicionin prej asnjë partie, as prej pozitës, as prej opozitës. Kështu që po duket se kështu do të vazhdohet deri në një moment. Sipas mediave djej ka takuar zotin Limaj për bisedu, po u po efekti sot në seancë dhe momentalisht nuk ka dalje, me këtë sistem nuk ka dalje. Zoti Limaj pat një deklaratë interesante, zoti Ibrahimaj, pas përfundimit të seancës, pas dështimit fakt, tha lëvizja vetëvendosje si ka numrat dhe duhet të lëshoj rrugë, duke nënkuptuar se
mund që parti tjera, dyta ose treta, të nisin ose të nisin procedurat për krijimin e institucioneve të reja. A ke kështu deklarata, zoti Limaj? Edhe gjova pak ka erdha kështu ishte deklarata, po zoti Limaj në gjitha seancat tjera ka thonë një çik më ndryshe, dhe më gjasë kjo ishte përgjigja që ata nuk janë nda mirë në takimin e djeshëm, dhe si duket zoti Limaj e ka pa që Albin Kurti nuk e mon fjallën. Zoti Ibrahimaj, në rast se ka një emër tjetër, lëvizja vetëvendosje, për kryetarët kuvendit, për shembull është raportuar në media, është përfolur se mund të jetë Mimoza Kusari, mund të jetë Donika Gërvalla, si kandidate për kryetarët kuvendit. A ka vot alianca për Armërinë e Kosovës, për kondo që propozon lëvizja vetëvendosje, por jo edhe për shembull për Shqipe Selimin dhe Saranda Vogemsin. A e voton alianca në rast se ka një grua, një emër tjetër nga lëvizja vetëvendosje? Nuk e kem bisedu deri në këtë mos, nëse nesër del një emër i ri, na sigurisht do të analizojmë brenda për brenda grupit parlamentar, por siç e kam thonë edhe unë, ka thonë zoti Haradinaj, pothuajse gjithë, ata dy emra do të ishin përdeve shumë të akord me votu, dhe këj grupi parlamentari Aliancës do t'i votonte edhe do të denim prej një krize për të vazhduar në shkollën tjetër zgjedhjen e institucioneve të qeverisë. Pse për shembull zoti Ibrahimaj, pse nuk e votoni ju kandidatin, cilin do qoftë ai që e propozon lëvizja vetëvendosje, për shkak se kështu, siç po vazhdohet, mund të ketë seanca të martën, mund të ketë ajtën, mund të ketë çdo 48 orë dhe nuk ka asnjë procedurë ligjore ose kushtetuese që për shembull ish partitë opozitare të çojnë në gjykatë kushtetuese. Pse për shembull nuk e votoni ose ju ose dikush tjetër nga partitë tjera politike kryetarin e kuvendit në mënyrë që të hihet në procedura ligjore dhe kushtetuese, dhe në afatin kohor, në rast se Albin Kurti lëvizja vetëvendosje si ka numrat, atëherë mund presidenta t'i jap të dytit apo të tretit për formimin e institucioneve. Po, siç e kanë thonë edhe lideri Haradinaj, po edhe gjithë të opozitës duhet një emër konsensual. Në qoftë se ai nuk i ka 61 vota, duhet të bëjnë një konsensus me partitë, duhet të gjejnë një mjes. Një figurë që për të gjithë është ma unifikuese, jo një figurë që është aq përqarëse. Ne dim që me kushtetut i takon, dhe askush nuk ka propozon një emër të partisë së vet me qit për kandidat për krye parlamentare, po kërkojmë prej të parit me qit një emër konsensuale. Kështu që sot që vanohen, faja është i pozitës ose partisë së parë që ka dhënë në zgjedhje. Me sasën mund nuk rran kujtesa, në asnjë një parë zgjedhje rezultatet që kanë dalë, vetëvendosja asnjëherë nuk e ka votu krye parlamentarin, bile i ka ofendu, hera po që kanë votu një krye parlamentar është kur kanë post të partisë vetë zotin Konjuca. Megjithatë, partia që ka fituar zgjedhjet, jo Albin Kurti, por të tjerët ish ministrat, tash janë deputet, po akuzojnë PDK-n, LDK-n edhe AK-n, dhe po bojnë thirrje në çdo seancë që ta votoni kandidatin e tyre për shkak që të kalohet ky ngërç apo të përfundoj kjo sagë. Nëse shenë në krye parlamentar Kadri Veseli, zoti Kurti den në foltore dhe i thëtë që Kadrimatu, nuk i ke numra që matu, ose hapë rrugë, hapë krahën. Sot është e njëjta situatë. Partisë së parë, me qenë se ka nominu një kandidat, i takon të negocioj dhe të siguroj numrat. Përderisa nuk i ka 61 vota, ai duhet me negociu, duhet me qitë një emër të kompromisit. Si dalje, si alternativë, zoti Haradinaj i ka dhënë 2 emër të mujshëm, po mund të jetë edhe ndonjë emër tjetër alternativë, i cili mund të jetë konsensual për gjitha. Dhe jeni të gatshëm në rast se lëvizja vetëvendosje ju thirrni në takim partitë që kanë qenë në opozitë, e kanë fjalën për AK-n, PDK-n, LDK-n, a jeni të gatshëm të shkoni në takim dhe të konsultoheni në mënyrë që të zgjidhet një kompromis për një emër që ndoshta mund të votohet në seancën e së dielës apo në seancën e së martës. 3 seanca që mojt radhas, për 2 seanca zoti Dahari, edhe pse nuk e ka drejt, ka thirrë përfaqësues të partive në konsultimet e kanë shku. Sigurisht që me thirrë prap ne do të dërgojmë time Kadriu, me qenë se ajo është caktuar,
do të shkojmë në konsulta dhe nëse një emën është konsensual. Po, ne jemi të gatshëm. Po si dalë, si alternativë, na veç kemë dhonë një propozim me 2 emra potencial që mu ishim me dalë me 6 votat e Rancës, mu ishim mu formu institucionet. Pas seancës së 6 të premten, deklaratat e zyrtarëve të lëvizjes vetëvendosje, deputetëve, ish ministra kanë se në rast se opozita, ish opozita në fakt nuk e voton kandidatin ton, atëherë ju kërcënoi në farë mënyrë, tha se nuk i votojmë as nën kryetarët e kuvendit. Thanë, do të na votojnë Albulena Agjiun, në mënyrë që ne t'i votojmë edhe nën kryetarët që propozohen nga ta. Në rast se as kjo nuk ndodh, atëherë vendi lehtësisht mund të shkojnë në zgjedhje të reja. Nëse bëjmë një kalkulim thjesht, ata po kanë 58 vota dhe nuk i kanë 61 vota. Që do të thotë opozita ka 3 vota më shumë dhe nën kryetarët kalojnë me 61 vota. Në rast se nuk ndodh kjo, zoti Rahimaj, a është Aleanca për Armërinë e Kosovës e gatshme për të shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme? Që ditën e parë ishte i pari Dauta Haradinaj që ka thonë zgjedhjet do të jenë zgjedhje, kështu domethënë në zgjedhjet mund të jenë zgjedhje, kështu që edhe Aleanca është e gatshme me shku në zgjedhje parakoshme, të jashtëzakonshme, çështë do kuftë. Domethënë nuk friksonin nga zgjedhjet e jashtëzakonshme. Absolutisht jo. A e kalon pragun Aleanca në rast se kemi zgjedhje dhe a shkon e vetëm Aleanca për Armërinë e Kosovës? Dihet që me non shkurt, domethënë keni qenë në koalicion me Fatmi Limaj dhe disa parti të tjera. A shkon e vetme Aleanca? Sigurisht se këtë temë duhet me bisedu edhe nivel struktura, jo vetëm të flasur në krye vete. Kjo temë hala nuk është diskutu po të gatshëm janë. Sigurisht para shkurë zgjedhje unë bëj një analizë, një platformë shkasi, por Aleanca është e gatshme në zgjedhje dhe më zgjas do të shkoj si e vetme. Në rast se ish partitë opozitare që kanë qenë, LDK, AK, PDK, mund ta bëjnë qeverinë. Nëse dështon Albin Kurti, a është si opcion një qeveri të opozitës, përfshirë këto edhe nismen e Fatmi Limajt? Po, fillimisht i takon të marrë iniciativën Partia Demokratike si partia parë me LDK-n dhe ata në qoftë negociojnë me zotin Limaj dhe arrini të akordoncë, ashtu siç ka thonë zoti Haradinaj, qatë fushatës, pas fushatës, nuk ka asnjë lloj kushti për partitë opozitare që të bojnë një qeveri. Sigurisht asë nuk do të ishte kusht që edhe zoti Limaj të jetë pjesë qeverisë së opozitës, vetëm që të largohet e keqja zoti Albin Kurti. Pse kjo hatërmbetje ka që madhe, zoti Ibrahimaj, me Fatmi Limaj? E di që garut bashkë në zgjedhjet e fundit, u certifikuan rezultatet, Limaj publikisht sa se është i gatshëm për temat më dha të shkoj me Albin Kurtin dhe pat një hatërmbetje të madhe nga i madhe i vogël prej AK-s. Pa e ty pati një nguti dhe një farë paralajmërimi se po banë nuk është hatri se të kishkuaj me negociu me PDK-n apo me LDK-n. Më që ose gjatë tërë fushatës ne lipëm vot për largimin e të keqes, për largimin e zotit Kurti dhe qofse shifni fjalorin e zotit Limaj gjatë fushatës, ka qenë edhe me jashpër se i zotit Haradinaj dhe i Kurtit. Dhe pa një paralajmërim edhe në një medium, sa i thotë një migat shumë bull me dikan. Se sukur shkën të ajë bisedante me PDK-n, me LDK-n, për formimin e qeverisë së opozitës, sigurisht askush nuk do të kishte atë mbetje. Pa është një ndrem 100% i pozicionit brenda note dhe kur e din të gjithë keni pa gjuhën e zotit Kurti ndaj opozitarëve dhe ndaj votuesve të opozitarëve. Një lider që ka qenë fitues i shumicës zgjedhjet paraprake, po edhe tani mori një shumicë në pozicionin e kryeministrit. I drejtohet gjithë opozitës me fjalor dhe ti ditën e parë i afrohesh në shërbim është për të çuditë. Megjithatë, zoti Limaj, para se nuk po them që ka pas takim me Albin Kurtin, por është raportuar që ka pasur takim, është takuar edhe me liderët ish partive opozitare. Kanë fjalën këtu është takuar me Memli Krasniqin, Lomir Abdigjikun, Ramush Haradinaj, por megjithas nuk kanë arritur një gjuhë përbashkët, ose zoti Limaj e ka parë që opozita
kushtimisht për thëmë nuk është e gatshme që ta bëj qeverin dhe ka shkuar te zoti Kurti. I cili me gjas nuk e ka asë njetë që Limaj ta bëj kryetar të kuvendit. Jo, në fakt deklaratët e zotit Lima janë para se me i taku partitë opozitë. Po, e vërtet. Dhe më thonë, ai para prejë gjitha këtyne, para se tani kohën e fundit, si që të aty, shifet një hatërmbetje e Limës ndaj zotit Kurti dhe deklaratët e sotit, sepse pa që në drejtim nuk ka asgjë dhe sigurisht donë mu kthy ka opozita që në fakt është ma mirë mu kthy ka opozita se me shku me zotin Kurti. Dhe a besoni si deputet i Aleancës, si Aleancë për Armërinë e Kosovës, se ish partitë opozitare mund të bënë qeveri? Unë besoj dhe do e përkrahi një qeveri të opozitës në çfarë do formati që bëhet dhe vetëm që zoti Kurti dhe këta njerëz shkojnë në pozitë dhe Kosova të për para duhet të ndrejshë raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, duhet punu shumë mu heq embargo që ka Kosova, duhet hequr taksa 10% dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe duhet me pa rryma për 4 vite, 3 herë është tajtu. Jeta qytetarit e shihni dita ditës sa po shtajtohet. Çdo produkt prej dje kanë fillu mu shtajtu jo vetëm sa rrit rryma 15%, po 20-30%. Kështu që duhet me ardhë një qeveri ma punëtore, duhet me pa me bo ndryshimet të ma. E përmendet shtrajtimin e rrymës, zoti Ibrahima, 16.1% është rritja e rrymës. Ka pasur disa protesta të qytetarëve të shoqërisë civile, por zërej nuk i mori parasysh dhe shtrajtoi energjinë elektrike për 3 ose 4 herë gjatë vitit 2021 deri më sot. Ka një efekt zinxhiror të kësaj çështje për shkak se ka nisur ngritja e secilit produkt. Në rast se Aleanca për Armërinë e Kosovës është në qeveri, çfarë bën me bordin e zëres dhe cili do të jetë vendimi i parë që çmimi i energjisë të ulet? Po për bordin e zëres duhet me pa më njerë procedurat ligjore, nuk mund është veç me thonë erdha aty dhe mi shaku një bord. Duhet pa procedurat dhe sigurisht duhet bëhet zëvendësimi, aty në njerëzve duhet kthy në normalitet të rryma. Shifni nëse shifni një kronologji prej iniciativës atëherë kur Temçeki ka qenë ministri energjetikës, projekti që ka qenë për ndërtimin e një termocentrali, protesta kundër ndërtimit të termocentrale. Domethënë, në asnjë rrethon s'kan leju ndërtu ujë, kanë heq ardha e këtyre në pushtet, kanë avlu të nderin, jena denu prej gjykata ndërkombëtare të arbitrazhit 20 milion. 26 milion. Po. Pastaj ndalja e gazit amerikan që kishte më ardhur. Çdo gjë kundër një sigurimit të energjisë vendore, çdo gjë. Kur shef shifrat e importit të rrymës, kem blet rrymë ma shumë se kem nevojë me argju. Ndërsa rryma ju ka shite kecit me çmim trafik shumë të lirë. Gjithçka është keq për dërim. Dhe një shpesh njerëzit të thonë se duhet me shku njerëzit burg. Jo, duhet me hapë mundësit prokurisë gjykata për keqpërdërimet e ndodhura, me ja liru dur dhe njerëzit që kanë bërë krim ekonomik duhet me shku në burg. Një prej argimeve që i pat Aleanca për këtë çështje tha se kjo më së shumti i shkon për shtatin mafis energjetike. Për kënë e kështë fjallën? Po jo e keni pa në fillim të mandatit Martin Berisha i skandalve që ishte i parë shumë astronomike. Dhe në qaj të sharkohat, i njëti njeri ka fillu, e ka mbarua që 4 vite ambasador, as të një mos, as të një... Pastaj kanë vazhdu, këni po edhe në media, edhe o arrestu... Margip Krasniqi. Margip Krasniqi, gjithë tjertë më ranë. Do të rritja enorme e rrymës, gjithë ata njerëz në një farforme vetëm janë avancu. E kita është ditë këtë skandale me këtë kompanije NOA, me 2 punëtorë, rritjen enorme për 3 vjetë 4 të fitimeve, qarkullimit, 2 punëtorë natë këtë regjistruar, shkon të Selia, nuk ka Seli, nuk ka zyre. Dhe keni informacion, kur qëndron prapa kësaj kompanije, zoti Ibrahima?
nuk e nuk e di në bazë të mediave, nuk e di, po në bazë të mediave, ata po punojshin edhe në Shqipni, po punojshin në ndërmjetësime, po mbi gjitha këto kryeministri din, nuk është që nuk ndjeni, edhe mosveprimi është edhe mosveprimi është krim. Nuk do të thotë që çdo herë ka vepru Kurti edhe është krim, po edhe mosveprimi është krim. Në qoftë se Kurti nuk ka vepru, i ka ditë, është i barazveshëm me krimin. Zoti Ibrahimaj, e keni përmendur edhe gjatë fushatës zgjedhore, por edhe gjatë këtyre 4 vjet qeverisjes, edhe ju, por edhe të tjerët në Aleancën për Armiqërinë e Kosovës, se Kurti duhet të largohet, nuk duhet të jetë kryeministri i Kosovës për shkak të një numër të listimeve, temave që keni bërë. Çka në rast se Albin Kurti do të jetë sërish kryeministër i vendit i përmendet, edhe sanksionin, qashor bojën 2 vite që Kosova është sanksioni, edhe temat për cilat i keni përmendur disa herë. Çka nëse Albin Kurti është edhe një mandat kryeministër? Ne pastaj do të vazhdojmë në parlament, do të jemi zënë fuqishëm kundër gjitha këtyre çijave që kanë ndodhur, po edhe nëse vazhdojnë në vazhdimsi me ndodhë, do të ngritim në parlament, në për studio televizive, kudo që jepen mundësitë dhe format më demokratike, do t'i kundërshtojmë. Pat një vendim të gjykatës kushtetuese, cila i dha dritë jeshile Këshillit Prokurorial të Kosovës, ndryshimit të ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës, a shë rrezik që me këto ndryshimet që janë bërë, që në rast se bëhet qeveria Kurti, mund të kapë edhe prokurin special? Po, në fakt, i vetëm institucion që hala nuk ka arrit me depërtu me i kapë, është prokuria, i do të provon me e bo, se a do të mund, është hipotetike, po tentativa ti është për një gjatë të tillë. Albin Kurti, si që dini, nuk po paraqitet në prokurin speciale për të dëshmuar si dëshmitar për rastin e rezerva shtetërore. Është dënuar 2 herë nga gjykata nga 250 euro. Pse friksohet Albin Kurti të shkojë të rrëfehet në cilësinë e dëshmitarit para prokurorës special? Për mu, në qoftë se ne herë për cilën do vepër me fton një prokuror, unë nuk hezitoj me shku. Në vitin 2005, kur kem pas ftesën për tribunalin e Hagës, kom shku në ftesë të prokurisë të atërshme të UNMIK-it, në UNMIK me dhonë në intervistën, ju kom përgjigj ftesës. Pastaj edhe kur ka pas raste të caktuara në Kosovë, ju kom përgjigj dhe çdo luftare, i vërtet i ushtrisë ligjore të Kosovës, që ka luftu për shlirimin e Kosovës, mi largu forcat serbe dhe ndërtimi institucioneve vendore. Dhe për mu, gjithë cili institucion është i shajt dhe respektoj në maksimum. Edhe zoti Kurti do duhet të respektante. Sigurisht, mos me pas një frikë do të shkante në prokuri dhe do të ndihej, sepse ata nuk e kanë ftuar si të dyshuar, e kanë ftuar si dëshmitar. Por besoj se zoti Kurti e din të vërtetën dhe une nuk thonë që jam ndonjë jurist i mirë, po një pak, aty për aty mundet me ndryshu dhe më ngrita akt akuzën ndaj zotit Kurti. Dhe kjo është frika e tij pse ai nuk shkon në prokuri. Disa herë ka përmendur Albin Kurti se ka pasur praktika kur kryeministrat janë intervistuar në zyre të qeverisë. Nuk ka pas asnjë rast të vetëm që ne kryeministër, cili do është intervistu. Asnjë rast i vetëm. Dhe me qenë se ata thuhen ka pas raste, ata duhet me thonë se X kryeministri janë intervistu. Nuk ka pas rast. Fiksejmë edhe njerë kuvendit, general. Jeni 5 deputet nga Aleanca për Armiqërinë e Kosovës. Adem Hoxha 6, a ishtë bashku zyrtarisht juve, Adem Hoxha, a e njini Adem Hoxha? Në fakt nuk e morë hala në atë fazë formimi i grupe parlamentare. Në atë fazë nuk e morë hala. Ka pas në afrit të zotit Adem Hoxhaj, por sigurisht që më mirë është me konë zotit Adem Hoxhaj me një parti shqiptare se sa me listën serbe. Unë nuk e di që do duhej se o boni luftë me nëzër në Nadrashiqin si deputet që është serb prej grupit me ndo prej listës serbe. Ka pas
prova edhe ndonjë nga lista serbe me kënej, kështu që edhe një serb që o zjedh i votuar ka drejtë me konë pjesë e parlamentit, drejtat e tina janë barabarta sot për sot dhe me Albin Kurti, cili do serb edhe cili do shqiptar, drejtat i kanë barabarta. Unë e dëgjojsha disa deputetëve vestleshin që është një deputet i minoritetit me 600 vota me arrit me bloku formimin e parlamentit. Ati 70 vota që t'yne me ka 700 vota e ki që pi numëran se t'kan me ta 3 vota. Edhe Emilia Recepi është e përafërt me Duda Balin në numrin e vota. Edhe Rasim Demiri është përafërt me Adem Hoxha, me Vetonin, edhe Albert Krasniqi. Të gjithin me atë numër, gjithë i kanë drejtet e barabarta. Në qoftë se cili do, personalitet që është i zgjedhur në parlament, dhe kanë fakte që ka bërë çfarë do krimi, të shkojnë prokuroria mund të arrestoj, cilin dhe në post, ose cili do që bosh gabime, mund me shku në komision disciplinor apo kudo. Për diri sa i ka drejtet e barabarta, se mos me konë pjesë një grupi, cili do grup parlamentar. Zoti Kurti e prejti në zyrë të kryeministrit Adem Hoxha. E luti, i ofroi pozicione. Njëjtë ka thirrë Duda Balin. Deri në momentin që Duda Balje vendosi mos me konë pjesë të tyre, ata thanë që Duda Balje e mirë, tash po thojnë në keqe. Fillimisht e përdorën ato përmes televizionit se ka taku dikun në Serbi, e ka taku kriminalin Radoj Qeq, një farloj shantazhi, një farloj presione që e me pranu me konë pjesë. Në momentin që ajo fillimisht pranoj me konë pjesë të qeverisë, në takim me zotin Kurti, që e thanë edhe pronë për studjes që i kanë afru ministri, po të nesme në fillu në mu përlo minoritetet tjera se nëse kjo vjen qeverina dalin dhe... Megjithatë, Adem Hoxha ka qenë pjesë e listës serbe dhe vazhdimisht është raportuar, është dyshuar se i njëtër kontrollohet edhe sot nga lista serbe. Mirë, ngrejtje akt akuzë që unë në por. Po lista serbe në parlament. Tani e më mirë me konë ata 10 deputet, apo 9 lista serbe. Dhe ju i keni pa dhe së mesat që o negociulla me listën serbe për 4 deputet me votu krye parlamentare dhe qeverinë. Dhe a besoni se Albin Kurti mund të bëj kuvendin, konstituimin e kuvendit dhe nën kryetarëve, por edhe qeverisë, me 3 ose 4 deputet të listës serbe. Për shkak se nuk ka numrat. Në fakt media të zbuluar në sëmesat nëse zgaboj të ish ministrit Albert Krasniqi, i cili 3-4 vota. Po, se i kam siguru 4 vota. Megjithatë, nëse zoti Kurti don me dal nga kjo krizë, mundësit janë, le të nominojnë Shqipe Selimin, Saranda Bugojecin për krye parlamentare, ne sigurisht që Aleanca do ja shesin votat, po për Shqipe Selimin muj me bindje plot me thonë që mbi 12 vota të opozitës i ka mësë të sigurta, sepse jam i sigur që gjithë të cilë luftari i Drënicës, që ka qenë atë pjesë të Drënicës, edhe për shkak se Shqipja ka qenë më shërbim në gjatutës në Drënicë, po edhe për shkak të Recep Selimit, çdo ushtri shqiptar Kosovës që zgjedh deputet edhe në PDK, edhe në Aleancë votën jep Shqipe Selimit. Pse po insistoni kaq shumë si AK në këto dy emra? Sepse Shqipe Selimi nuk e ka as edhe një konfrontim me njerëzit e luftës. As edhe një lloj konfrontimi, po as me një figurë publike, edhe të LDK-s, as të PDK-s, as të AK-s. Dhe për Saranda Bugojevcin, që ka qenë në kryetare, po keni arsye tjetër? Jo, është prej një familje që ka dhënë shumë për Kosovën, ka pas një përvojë në udhëheqjen e seancave në mandatin e kaluar, nuk është aq që ka qenë përqarës ose me një gjumë të rrejtjes, do të thotë, kështu që mund të ketë edhe një figurë tjetër që mund të me konë më vepranumshme se sa që është Albulena Haxhiu. Dhe që i bie përfundimisht, në rast se nuk janë këto dy emra, në rast se lëviza vetëvendosje vazhdon me emrin e njëjtë, Albulena Haxhiun, apo në qoftë se në fund ndron, nuk ka vot nga Aleanca për Armërinë e Kosovës. Fjala kompromis thotë që dy palë duhet me bolë shime. Qoftë don zoti Kurti me dalë prej situatës, i takon me marrë iniciativa, i takon me negociu, me gjetë një figurë
konsensuale, le të gjana një tjetër, sigurisht që gjithë të grup parlamentar do të analizon, ndoshta PDK-ja bëllë këshim për nëjë figurë caktuar, ashtu si që do të haradine për dy figurat, mund të ketë PDK-ja një figurë, ose LDK-ja. Kështu që me sa kum po, edhe me sa më kara me najtë me kolegë deputetët, 3 grupe parlamentare, nuk jenë të gatshëm i dhënë votën e Albulena Azhjaut. Edhe njerë për përsëris, çka ndodhë në seancën e së dielës? Shkoni së aleancë, votoni kundër dhe kështu mund të vazhdohet me seancat e tjera. Po sigurisht pjesëmarrja është e obligueshme në seancë, votimi është i obligueshëm, baret cilën do me shfrytëzu pra kundër abstenim, por do duhet me marrë pjesë dhe sigurisht që do të marrim pjesë edhe në seancën e radhës, por qëndrimin nuk do ndryshoj askush. Bashkimi Evropian po bën thirrje çdo ditë, por edhe ambasadorët që janë të akredituar në Kosovë që Kosova të ketë sa më shpejt institucionet e reja. Nuk pa akuzon njërën palës e tjetërën për shkak të bllokimit procesit, por po bën thirrje që sa më shpejt të krijohen institucionet e Kosovës. Dhe kjo me gjas o ka doket shumë larg. Po përgjësia bjanë mbi të parin. Ne provume do të të në raportin që u bo. Në raportin, dhe në momentin që kaloj raporti me gjuhë ofenduse, edhe kolegë deputetëve vesh, po dhe në foltore, thanë që këta vesh lëshunë penë dhe e patën për 2 seanca. Në fakt, nuk kur lëshu penë, po zëti kurti e pruni raport, dorëheqjen e tina dhe të ministrave, të cilat janë në raport, dhe raporti u votu, opozita votoi, kështu që në qovë se dojnë me shku për para, ata duhet me në shumë për, për ndryshëm besën kështu ku jem. Po pësej se këni pa, do të bëra ima një fotografi të Albin Kurtit, duke shkuar nga objekti i kuvendit deri në qeveri me 6 truproja. A ka nevoj një kryeministër të endit me shumë truproja, një orë për tyre patë edhe një çadër, një ombrellë mbrojtëse, por edhe tjetëri i mbrojtës afërt patë edhe atë lekun që qelet antiplum. Pse kryeministri duhet të udhtoj, si më thonë 10 metra ose 15 metra, me gjitha ata truproja? Po, edhe gjatë fushatës elektorale, në disa tubime, vetëm mediat ja ekspozun që bonte antiplum në gjaketë. Edhe ju e mani men ato deklarata që i ofendon të qeveritar, gjipotezi. Pa vazhdimi i tina në pushtet, nëse e shifmi cili do kryeministër prej kohës së Bajram Rajepit e deri sot kush ka pas njerëz në shoqërim më shumë se Zoti Kurti. Unë më me kuptu një djalë që o frigun luft, o kom frigacak në luft, dhe shkon një herë në veri me shku ma shumë personel. Në veri e kuptoj, logjike. Po, në për Kosovë, prej parlamentit, në qeveri, prej qeverisë në parlament, në ashtu proje, për tjetë nuk e kuptoj. Kishtë ardhë në regionin tim të shkojnë së fushat, me gjipat policisë, po të loqë, asë në ratona luft ashtu. Megjithatë, ndoshta organet e sigurisë, AKI-ja dhe Policia e Kosovës kanë informacione se jeta e Albin Kurtit mund të jetë në rrezik dhe për këtë arsye është kaq i rrethuar me nga numri i madh i djemve që shërbejnë për mbrojtje të afërt. Sepse nuk e bën vlerësimin kryeministrit, qoftë ky, qoftë të tjerët, por po pse që e bën Policia e Kosovës dhe Agjencia Kosovare e Inteligjencës. Në fakt, kur u kthi prej Maqedonie që thamë ka pas tendenca për një atentat, ndaj Zotit Kurti dhe pastaj dul që ka qenë një lajm jo i vërtetë. E paramendume, e inskenume gjëra që ka ndodhur është më e bo lajm. Sigurisht Policia e Kosovës nuk guxon edhe sot e rrejshëm i afrohet një lajm, sot e rrejshëm deri në verifikim mos më marr masa që është. Do të thotë, policia unë mendoj që policinë kemë prej policive më profesionale në rajon. Po Zoti Kurti me sa tash ka filluar me ditë se kjo polici është profesionale tash. Po këta janë prej natës. Edhe këta policë kanë qenë edhe kur i gjujtë me gur. Edhe kur i poshtë nëntë këtu në shesh, që thonë të shkon në veri, këta të njëjtit polician.
Këta policia në edhe kërë gjushin me gura, me tulla. Po këta policia sot e shoqërojnë zotin Kurti, ky kryeministër dhe ministri i Rendit, së bashku me ministrin e financave ja u heken edhe rrezikshmërinë në detyrë. Dhe në muajt e fundit nuk ju paguan as orët shtesë, as orët tjera. Këta policës kujdesen për sigurinë e tina në numër kaq madh me ta. Që janë të ekspozuar qoftë se ka një sulm. Këta janë njerëz të para pa më vrot parë para personit që ruajnë. Para kryeministit, para presidentit, para do. Këtyre ju ka hekë rrezikshmëria. Këta policë natën e ditën me orët e tëra qëndrojnë në veri, ju ka hekë rrezikshmëria. Një policë që nisët nga Deshane, nga Gjakova, nga Peja, po marrë pjesën e kundërt, udhtojnë minimum 2 orë gjysmë me ardhmë në detyrë, në veri, dhe 2 orë gjysmë mu këthy, plus orari punës, 12 orë. Mbi 17 orë, dhe i ka të hekura rrezikshmërinë prej pune, me ushqime jo adekuate. Unë e tanë cili do gazetar, që kanë të intervistan, t'ja u prishë pamin, se ata nuk guzojnë me çfarë rretona shpunojnë, çfarë kushtesh, me çfarë ushqime shpunojnë veri. Unë e di se në rrethona të jashtëzakonshme duhet të shkon me një konzervë, po jo 6 muaj, jo një vit. Me një konzervë, me një sandviç, me ushqime që në fakt nuk janë adekuate. Kushte vërtet të këqija, pa mundësi me shfrytzu kumë tualet, po as të një lloj kushti, po me konë rëbër ashtu edhe duhet me ardhë kesh. Janë beton. Mirë apo të këqija janë beton. Ja, Ibrahima, të falenderit shumë për kohën. Ishte kënaqësi.